Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbretreshën e qiellit dhe më pas edhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretreshe e qiellit gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për të bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyjen, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi, o Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove të ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së mshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat të purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepu o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita pa mbaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, tani po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është shtuna e gjatë të ditëshit të Pashkëve. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Ejni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni, emrin e lumt të hyjit me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt ja dërzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika drejtë në nështruar, kundër të gjitha sulmeve që na shti armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona orës së 6. Krishti dorëzuar në vdekje për mëkatet tona, u ringjall që të na bëjë të drejtë. Aleluja. Psalmi 119. Ma trego Zot udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Më jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd, e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më prij udhës së urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prire zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kotësin, më përtrinë udhën tënde, plotsoja shërbëtorit tënd premtimin tënd, që u adhe atyre që të druajnë. Më shpëton nga çnderimi që aq fort i trembem, sepse gjyqjet e tua janë të mrekullueshme. O sa fort i dua urdhërimet e tua, më përtri në drejtsinë tënde. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 96, pjesa e parë. Këndoni Zotit një këngë të re, mbar toka le t'i këndoj Zotit, këndoni Zotit, bekojeni emrin e Tij. Shpalleni si një ditë për ditë shpëtimin e Tij.
Kumtojeni ndër pagan lavdin e ti, ndër mbar popujt mrekullit e ti, sepse i madhësh Zoti të jetë i denjë për t'u lavdëruar, më i përfrigueshëm se të gjitha hynit. Një asgjë janë të gjithë zotat e paganëve, kurse Zoti ka krijuar qiellin. Para tij është shkëlqimi e lavdia, në shenjtëroren e tij pushteti e bukuria. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa 2 e Psalmit 96. I jepni Zotit familjet e popujve, i jepni Zotit nder e fuqi, i jepjani Zotit nderin e emrit të tij. kushtoni dhuratat e hyni në pallatet e tij, adhuroni Zotin në stolitë e shenjtë, dridhu o rruzull para fytyrës së tij, shpallni ndër pagan, mbretësh Zoti. Ai mban botën që të mos shkatërrohet, i gjykon popujt me drejtësi. Galdo qiell, gëzo tokë, le të buqas deti me çka në të, le të gëzoj fusha me që gjendet në të. Le të gërthasin me arej lëndët e pyjeve, para fytyrës së Zotit, sepse po vjen për të gjykuar tokën. Do ta gjykoj botën me drejtësi, do t'i gjykoj popujt me të vërtetën e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona, u ringjall që të na bëj të drejtë. Aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15. Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i pari të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Kjo është dita që bëri Zoti. Aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë. Aleluja. Të lutemi. O hy, ti me mirësinë tënde të pakufishme vazhdimisht të shton numrin e popujve që besojnë në ty. Priri syt mbi të zgjedhurit e tu që fituan jetën e re me sakramentin e pagëzimit. Veshi me petkun e bardhë të pavdeksisë, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.